kam lënë pak pas dore këtë procesin e të pastruarit të shtëpisë dhe të bërit video në të njëjtën kohë. S'kam pat kohë dhe nerva. Kjo e dyta më shumë se e para. Ky banaku këtu 2 ditë alesh pa pastruar, duket sikur ka 2 shekuj. Tani dua ta shfrytëzoj këtë moment për të folur pak për këtë gripin që ka rënë. Dy veta që një kanë thënë që më ka kap Covidi, kanë bërë dhe testin e tjerë. Po unë refuzoj ta besoj këtë realitet. Nëse dikush nga ju ditën na thoi ç'a duhet të bëjmë që të mos përfundojmë dhe ne me Covid ose me grip ose çdo lloj gjë që rëndësi ka. Na thoi ç'a duhet të bëjmë përveç se të vishemi trash, se këtë e di. Herën e fundit që kërkova ndihmë si ta bëj lavatriçën që të mos më zgjas procesi 3 orë, të gjithë më lat në baltë, askush nuk më tha. Sot kur po kthehesha në shtëpi ndalova në një market aty plova 2 gjëra për shtëpinë dhe një nga 2 gjërat që pleva që mund të dallohet është për të pastruar divanin. Nga mbrapa kishte një buton që sa ta shtypje nxirrte shkum. Po e bënte xit zama. Shizi ishte zhul ishte divani. Kjo bëri diku te 5300, 5500, nuk e di sa shumë zgjat, po sa do shumë që zgjasej me këtë punë që bëri ja vlej. Shiko këtu si fluturoi koka. Tani për të kthyer prap tek tema e virusit. Me trauma na ka lënë ai Covidi sa kur themi fjalën virus, na zë frika se kujtoj sikur po e ndjellim. Po siç ka thënë edhe Zev Beka, what it's meant to be, it will be. Kështu që mos shani be. Po ajo gjë e dytë që bleva ishte ky detergjenti për parket. Edhe ky mendoj se ja vlen, nuk e di. Ky bëri 7000 lekë më duket, ose 8. Dhe për shtëpinë time që është pak më e vogël se 1+1, un kam hedh gjysmën aty bidonit. Nuk e di, kam hedh shumë. Punën e bëri domethënë. Duke pastruar me ideja që ta lëvizja tek këtë televizorit, se sa herë pastroj nuk është se e lëviz me të drejtë. Do mendoni ju se kishte shumë plure etj. Jo, as lloj pluri s'kishte, se tani jena i far pastërtorësh. Kështu që thoni ju miqtë e miq, ky ishte një tjetër episod i imi. Kaq, nëse u ka pëlqyer kjo video, bëni like dhe follow se në fund ditës veten tuaj tregoni.